Përshëndetje nxënës, mirë se erdhët në e-klasa. Sot në mësimin nga distanca ose mësimin nga shtëpia, do të mësojmë për translacionin. Çka është translacioni? Si do ta përkufizojmë translacionin? Termi translacion nënkupton bartje, direkte ose rrëshqitje, po gjithashtu edhe zhvendosje. Termi më adekuat për figurat didimensionale është zhvendosje. Në leksionin e sotëm do të mësojmë për zhvendosjen e figurave didimensionale, majtas, djathtas, lart ose poshtë. Fillimisht, këtu do të zhvillojmë një aktivitet praktik që ju të mund të shihni se si bëhet translacioni. Ja këtu kemi një pikturë që është didimensionale, pikturë e piktorit të njohur Leonardo da Vinci, por piktura ka formën e figurës didimensionale. Fillimisht, këtë figurë do ta palosim bashkë, edhe figurën origjinale, edhe figurën që pak më vonë do ta translatojmë, ose do ta bartim majtas, djathtas, lart dhe poshtë. Fillimisht shkojmë me translacionin e figurës didimensionale djathtas. Shkojmë për dinjësi djathtas. Shohim se çfarë vlera do të merr figura gjatë translacionit. Ja, kjo është do të thotë translacioni për dinjësi djathtas. Shkojmë tash në translacionin majtas. Si bëhet translacioni i figurës didimensionale majtas? Ja, kështu. Gjithashtu edhe këtu shkojmë për dinjësi majtas. Dhe ja, këtu është do thotë është bën translacioni i figurës didimensionale majtas. Shkojmë tash me translacionin e figurës didimensionale lart. Gjithashtu edhe këtu do shkojmë për dinjësi më lart. Kjo do thotë është translacioni ose bartja e figurës lart për dinjësi. Shkojmë me translacionin e radhës që do të ishte translacioni i figurës didimensionale poshtë. Gjithashtu, edhe këtë figurë do e bartim për dinjësi më poshtë. Ja, kjo ishte do thotë translacioni ose bartja e figurës didimensionale poshtë. Shkojmë tash me detyrat në vazhdim që ishim në fillim. Sot do të mësojmë për translacionin që është njësia mësimore e sotme që do ta zhvillojmë bashkarisht të nderuar nxënës. Këtu kemi figurën origjinale që po e shihni këtu. Pas translacionit, figura origjinale ka ndryshu vlerat. Në A' ka marrë 9 presje 7. Në B' ka marrë vlerat 9 presje 3 dhe në C' ka marrë vlerat 13 presje 3. Këto i dim nga njësia mësimore kur kemi mësuar për vendodhjen e koordinatave që kemi mësuar në orët e kaluara. Shkojmë me ushtrimin e radhës. Ky ushtrim është ushtrimi 2. Shohim nga origjinali, nga figura didimensionale, kur është bërë translacioni, çfarë vlera kanë marrë këto kulme të këtij shumë këndshi. Atëherë, gjatë translacionit
Pika A ka marrë vlerat 11 presje 7, pika B ka marrë vlerat 15 presje 7, pika D ka marrë vlerat 11 presje 3 dhe pika C ka marrë vlerën 15 presje 3. Çka do të thotë se nga transacioni figura dimensionale është bërë për 7 njësi djathtas. Shkojmë në ushtrimin e radhës në ushtrimin 3. Këtu kemi një figurë që është shumë këndësh dhe këtu përshifni se figura originale është kjo. Tash do të shohim se si është bërë transacioni i kësaj figure në vazhdim. Tash është bërë transacioni i kësaj figure, shohim çfarë vlera ka marrë pas transacionit. Pika P ose kulmi P në këtë situatë ka marrë vlerët 1 presje 13. Pika Q ka marrë vlerët 3.11. Pika R ka marrë vlerët 3.11. Pika S ka marrë vlerët 6 presje 11, që do thotë në poshtin X është vlera 6 dhe në poshtin Y, si po e shihni, është tek pozita e 11. Pika T ka marrë vlerat 6 presje 9. Dhe pika e fundit do thotë ka marrë U prim që është 1 presje 9. Po shihni se pas transacionit pikat janë shndruar në P prim, Q prim, R prim, S prim, T prim dhe U prim. Do thotë pas transacionit marrin këto vlera duke i shtuar primin si shtesë. Shkojmë me ushtrimin 4. Për sa njësi majtas është transatuar figura dimensionale në figurën e paraqitur dhe çfarë vlera ka fituar të shohim në vazhdim. Shohim pika S. Pika S ka marrë vlerat 1 presje 7. Pika T ka marrë vlerat 5 presje 7. Dhe pika B në këtë citat me që është transatuar është në B prim 3 presje 2 dhe pika U prim është 7 presje 2. Këtu jemi tek ushtimi i 5. Për sa njësi më poshtë është transatuar trekëndshi me kulmet ose pikat X prim, Y prim dhe Z prim. Shohim me që këtu po bën bartin ose transacionin poshtë. Ja, ky është trekëndshi i transatuar që është transatuar pak më poshtë. Të shohim çfarë vlera kanë marrë këto pika të këtij trekëndshi. X prim ka vlerat 3 presje 7. Y prim ka vlerat 6 presje 6. Dhe pika e fundit që ka vlerat Z prim 6 presje 1. Këtu kemi aktivitetin 2, si në fillim që zhvilluam aktivitetin praktik ose aktivitetin konkret për të parë më saktë se si bëhet transacioni i këtyre figurave tridimensionale para transacionit dhe pas transacionit. Si duket do thotë figura originale para transacionit dhe figura originale pas transacionit. Këtu fillimisht kemi figurën originale që është këtu. A, B, C. Po shihni se këtu nuk ka prim. Kurse figura tjetër A prim, B prim dhe C prim është transacion ose rëshqitje e figurës së parë 2 dimensionale. Shohim tash të bartëm këtë njësi për
Këtu kemi figurën, fillimisht të zhvendosim ashtu si duhet figurën e parë, që të kemi rezultate më të sakta. Dhe ja tash, këtu e kemi. Do thot, nga figura që është në boshtin x dera është 2, në boshtin y është 4. Kur është bart djathtas për 6 njësi, do thot kështu, kemi fituar 8 njësi dhe kemi fituar të këndshin tjetër me këto vlera a', b' dhe c'. Këto ishin pra aktivitetet që i zhvilluam, aktivitetet konkrete. Detyrë shtëpie. Çfarë pozita do të fitoj figura e mëposhtme pas translacionit, respektivisht zhvendosjes për 2 njësi djathtas, majtas, lart dhe poshtë. Këto i keni nën A, nën B, nën C dhe nën E, djathtas, majtas, lart dhe poshtë, dhe juve ju mbetet vetëm se të shënoni vlerat e kësaj figure dimensionale pas translacionit. Këtu më poshtë ju kam paraqitur edhe 2 ligje, ju kisha sugjeruar që të hyni të zhvilloni aktivitete interaktive me qëllim që të zhvilloni ose të thelloni më shumë njohuritë tuaja në lidhje me translacionin. Këtu dhe përfunduam, mirëmbëjtje dhe mirupafshim në leksionin tjetër.